Pos kësajna, agjërimi është meditim. Ne kuptojmë që në gjatë Ramazanit e dimë që është muaj i madhreshëm, e kuptojmë që Ramazani ndohet në 3 pjesë, e kuptojmë që lidhen shejtanatet në zinxhir. Krejt këto informata, sistemi nervor të një njeriu që është duke agjëru e ndihmon me kuptu me orë të meditimi. Çka ndihmon meditimi? Me rregullu autokritikën ndaj vetvetes. Dhe çka bën autokritika? Pra nuk jena kritikus tash për ndaj vetes, po thëna ka dalë se ja xhirushëm. Zoti më dënë se jam të bëni vepër të mirë, jam të sakrifikuar kom braktisë të sjellje për me orë të një model më i bukur i vetes. Çka ndihmon kjo autokritika? E ndihmon njeriu për me rregullu pjesën limbike, me kalu në automatik mendimi i bardh për vetveten. Dhe ku e çon si përfundim? Në pendim. Dhe çka ndihmon pendimi pastaj? Padyshim që pendimi ndihmon njeriu për me orë të një version më i bukur i vetes. Me orë të një farë në pjesë e dandodimit vetvetes në versionin më të bukur se që ishte. Pra, kjo nuk ndihmon vetëm njeriu i cili është në moshën e rritur. Ndihmon edhe të vjetrin, ndihmon edhe të riun, ndihmon edhe atë fëmijën fillim që do me provu. Pra Ramazani nuk është provim, Ramazani është dëshmi se kush je.